planifikimi, tha Graniti. Do thot janë vetë klubët, apo? Po sigurisht duhet planifikohet në fat kohor më të gjatë edhe tash duhet me kalu një sezon apo me kalu 2 vjetë edhe me pa që kemi mangësi në ekip apo jemi të pakënaqur me trajner apo jemi të pakënaqur në realitet. Ajo çështja organizative është kryesore sepse u përmend të gjithë në studio për cilën gjahun e po pajtona me të gjithë. Se organizimi është ajo pjesë që në nevojitet më shumëti, edhe në kuadër të organizimit është ai planifikimi, afat gjatë, afat shkurt, afat mesëm, dhe tash në qëse një trener shkon në një ekip dhe në qëse brenda një viti, 2 viteve, nuk kemi ndonjë angazhim të futbollistëve të ri, plasimi i tyre në arenën ndërkombëtare, përfitimet materiale, atëherë ne do të punojmë me humbje. E derisa punojmë me humbje, do ta kemi gjendjen gjithnjë më të vështirë. Kurse një pjesë e ekipeve që më vështirë kanë fillu është Vushtria, është Drenica, por unë po mendoj se edhe Drenica edhe Vushtria do të gjenë forcë dhe në fillim të kampionatit do të jenë të kompletuar dhe do të jenë konkurrent në Super League. Unë besoj shumë në këto ekipe. Veronika veç ka arrit që të përforcojë mjaft mirë edhe është përforcim shumë i mirë, po me përforcim shumë të cilësor, shihet një profesionalizëm aty brenda një klasë profesionale. Në tërësi, përgjithësi, kjo është gjendja janë e cila është ngushtë e lidhur me organizimin, organizimi ngushtë e lidhur me planifikimin. Kjo është e pjesa kryesore. Nëse planifikojmë mirë, atëherë kuptohet shumë lehtë do t'i gjejmë shkaqet që mos të miremi me pasojat, sepse derisa nuk i dim shkaqet, atëherë është shumë vështirë sepse pasojat janë të rënda, ajo pasojë si pasojë vrehet eliminimin nga ekipet shumë të dobta se që jemi na. Edhe Drita është eliminu në Ligën e Kampionëve për ekipit më dobët, edhe Ballkani është eliminu për ekipit më dobët. Malisheva ka pas një kundërshtar shumë të fortë, por ka pas rezultat në gjirën e parë prej 2-0 edhe shumë lehtë që për 15-20 minuta të eliminohet ajo. Po mendoj që Malisheva ka cilësi me kundërvu edhe ekipeve cilësore, kurse thash Dugagjini ndoshta ka pas kundërshtarin më të fortë, por jam i sigurt se edhe këto ekipe tjera mund të planifikojnë që në të ardhmen të jemi më të sukses.